Përshëndetje të dashur miq, jam Skënderi. Jam në Liuzhie, zona më e vjetër e përqendrimit të Pakisë kombëtare Hui në Peking, me histori mbi 1000 vjeçare, duke dëshmuar bashkëjetesën e gjatë dhe integrimin kombëtar në Kinë. Liuzhie është një zonë ku banojnë disa Pakisa kombëtare muslimane si Hui dhe Uigure. Qeveria kineze mbron lirinë e besimit fetar të qytetarëve në përputhje me ligjin. Në mbarë Kinë ka mbi 35.000 xhami, rreth 100 nga të cilat vetëm në Peking. Në Liuzhie mund të shihoni kuzhinët e shkëlqyer halal. Nga mbërësira xhengao dhe kebabët e Qingjit, të gjitha restorantet halal përputhen me zakonet ushqimore të Pakisave kombëtare. Kjo nuk është vetëm një trashëgimi shihesh, por edhe respekt dhe mbrojtje e vërtetë nga vendi e mënyrës së jetesës Pakisave kombëtare. Universiteti Minzhu i Kinës, i themeluar në vitin 1951, është një universitet kyç i themeluar nga Republika Popullore e Kinës për të promovuar barazinë etnike dhe për të çuar përpara zhvillimin e Pakisave kombëtare. Gjatë 70 vjetëve të fundit, Universiteti Minzhu i Kinës ka trajnuar më shumë se 200.000 talente të shquara nga kombësi të ndryshme. Qeveria kineze zbaton politika të tilla si klasat e Pakisave kombëtare, provimet speciale dhe bursat për studentët nga Pakisat kombëtare për të siguruar barazi arsimore. Këtu studentët mësojnë duke përdorur gjuhën e kombësive të tyre dhe ruajnë gjuhën e tyre amtare dhe kulturën etnike. Ky është Muzeu Kombëtar i Universitetit Minzhu të Kinës, që shtrehon kujtesën kulturore të 56 kombësive në Kinë. Është i vetmi muzeu universitar në Kinë që përmbledh dhe sipërfaqe kulturat e të gjitha kombësive në Kinë. Këtu mund të gjeni kostume karakteristike të kombësive të ndryshme prej mbarë Kinës, përfshirë ato të Pakisave kombëtare të Xinjiangut. Disa prej tyre janë trashëgimi kulturore jo materiale kombëtare. Shteti ka investuar fonde të posaçme për të mbështetur trashëgimin dhe inovacionin e mjeshtërive tradicionale. Objektet e ekspozuara këtu përfshijnë sende të ndryshme të përdorimit të përditshëm dhe secila prej tyre është e mbrojtur mirë, që e pasqyron respektin për stilin e jetesës së Pakisave kombëtare. Nga zona Liuzhie, mira vjeçare dhe kampuset moderne, nga zakonet ushqimore dhe arsimi i lartë, ato që shohim nuk janë vetëm ndryshimet, por edhe fuqia e integrimit. Në Kinë, të gjithë kombësitë janë të barabarta. Liria e besimit fetar mbrohet me ligj.